Ëndra e Vullnet Dedejit ishte që djali i tij të ishte futbollist, por ironia e fatit, ose le të themi koincidencë e fatit, sepse ishim në një moshë relativisht Vullnet Dedej në moshën 16 vjeçare filloi të shkëlqente me ekipin e Besës, ndërsa Arieli u përball me një situatë krejt tjetër në moshën 16 vjeçare, ku babai i tij ndroi jetë dhe u desh të fillonte një, le të themi, një drejtim krejt tjetër. Nuk është se ishte angazhimi sportiv para atij familjar, sepse mora shumë përgjegjësi familjare në moshë fare të vogël në moshën 16 vjeçare, ndërkohë që po t'i bëjmë paralelizmat midis Vullnet Dedej 16 vjeç dhe Ariel Dedej 16 vjeç, jemi në dy situata të kundërta. Kjo nuk është një justifikim që unë them që nuk u bëra futbollist se fati deshët ishte e tillë, por le të themi kanë ndikuar shumë faktorë, arsye, të cilat u detyrova që edhe të tërhiqesha nga futbolli. Në ekspozit morën pjesë edhe futbollistë të vegjël që pan përpara syve të tyre shembullin e një nxënësi të shkëlqyer që paralelisht me shkollën Spikati, edhe në fushën e lojës me fanellën e Besës së Kavajës. Një dëshmi se arsimi dhe sporti ecin bashk duke ndërtuar njerëz të kompletuar dhe me vlera. Rrëfimi i jetës së Vullnet Dedejit është historia e një njeriu që i kushtoi gjithçka sportit dhe brezave të rinj. Ai lindi në Kavaj në vitin 1949 dhe që në moshë të re u dallua si talent i jashtëzakonshëm. Karriera e tij përfshiu ekipet Besa e Kavajës, Luftëtari i Gjirokastrës dhe Lokomotiva, me qindra ndeshje kombëtare e ndërkombëtare duke arritur suksese historike për futbollin shqiptar si pjesëmarrja në Kupën e Kupave Europiane. I njohur për përkushtimin e tij, Vullnet Dedej ishte i pari që shënoi golin në stadiumin e sapo inauguruar Besa të Kavajës dhe gjatë karrierës u vlerësua me titull si mjeshtër sporti Krenaria e Kavajës dhe nderi i qytetit. Përveç fushës së blertë, ai dha kontribut të çmuar edhe si mësues i edukimit fizik dhe trajner duke themeluar klasat e parasportive në Kavaj dhe duke fituar trofe në nivele kombëtare e rajonale. Shkolla sportive Fiqiri Kurti që ai drejtoi u dekorua 2 herë me medaljen Naim Frashëri për rezultatet e arritura. Pas viteve 90 ai vazhdoi si trajner dhe edukator duke fituar trofe edhe jashtë kufive. Për bashkinë dhe komunitetin, Vullnet Dedej mbetet një figurë që bashkoi pasionin dijen dhe qytetarinë. Sot portreti i tij zëvend qendror në bulevardin e Kavajës mes 100 legjendave të klubit sportiv Besa në kuadër të 100 vjetorit të krijimit të tij, një kujtesë e gjallë për një jetë të jetuar me pasion dhe ndershmëri.